Pas ditën e së mërkurës është zhvilluar mbledhja rradhës së Këshillit Bashkiak Shkodër. Gjatë kësaj mbledhje, këshilltarja PD Liona Shkrela foli për kërcënimet ndaj demokratëve në vendin e punës në institucionin e bashkisë dhe sipas saj me zëvendësimin e tyre patronazhist që i shërbyen besin e fushat. Sapo ka ardhur stafi i tij i ngushtë me urdhën të tij, bani një revolucion, t'u hek, t'u bë presion patjetër, por edhe t'u hek prej punet, kush nuk pranote me dha ndërheqjen. T'u kërcnu do t'ju nxjerrim në për komisione disiplinet, t'u mos pas të drejt me punu për disa vite mandaj mos me pas një vend punet dhe u largun shumë demokrat nga puna. Nuk është problemi sot. Problemi është se ju vazhdimisht, pra nuk i parashikoni rritjen e numrit të punonjësve, ju, administrata bashkisë, kryetari i bashkisë, nuk i parashikon në buxhet, por vjen pothuajse çdo 2-3 muaj shton punonjës sipas punëve që njerëzit e tij apo ushtarët e tij kryejnë. Tashti vjen mas së zgjedhjeve, ndërkohë që ju kujtoj se mas zgjedhjeve ka shkarku demokrat nga puna, kryetari i bashkisë, përderisa pas ka pas nevojë për punonjës, pse nuk i ka lanë? Ose këta punonjësi që ka shkarku, pse nuk i thret me i thanë, a i pranoni këta pozicione, sepse nuk i ka thirrë. Por, mas fushatës, të gjitha ta që i kanë shërby në fushat dhe kanë ba ushtarin e ti si i delegum politik, tashti i teket me hap dhe me punet, sa herë i teket ati, me fry edhe ma shumë se ka ken administratën e bashkis, në një kohë që deshti me e ullë, kur erdi vetëm në shërbim të ti, të politikës ti dhe të pozicionit ti si drejtues politik i qarkut. Jo dhe me punet për patronazhista dhe për shërbys të zotit Beci. Dhe me punet në nevojë qytetit, sepse e keni kalu buxhetin, pjesa më e madhe e buxhetit shkon vetëm për paga. Ndërkohë Bashkia e Shkodër ka vendosur shtimin e parkimit pagesë në territorin e saj. Bëhet fjalë për parkime pagesë në Velipoj dhe Shirok. Sipas kryetarit të bashkisë Alban Preka, vend parkime pagesë bën për shkak të nevojës nga fluksi i turizmit në këtë zonë turistike. Nevoja realisht për vendosjen e këtyre vend parkimeve me pagesë është domethënë se edhe nga fluksi i turizmit që kanë të dy zonat turistike. Dhe vendosja e një kriterit me pagesë do të na mundsojnë edhe përdorimin me kriter të automjeteve, por edhe pasjen një vend parkimi dinjitoz me kriteret caktume dhe jo uzurpimin e vend parkimeve me orare pa kufizume dhe në dëm të ekonomisë dhe buxhetit bashkisë. Patjetër që edhe vend parkimet kanë kostën e mirëmbajtjes dhe kjo do jetë një kost të shtesë që do t'i vinë të ardhurën e qytetit, nuk do një ardhurën shtesë që do t'i vinë Bashkisë Shkodër. Ju mendoni ndonjëherë edhe për të mirën e qytetarëve, po jo me i fut vetëm dorën gjatë taksa, pagesa dhe ku po shkojnë këto taksat e tyre se i fol me ma përpara? Në pjesa më e madhe po shkojnë për paga punonjësish. Dhe nuk po kthejnë shërbime. Leni aty janë vendet, nuk është bën ndonjë mishmash aty në për ato parkingje, as në Velipoj as në Shirok, as vendi i ndam dhe kanë nej automjetet, nuk është se janë çu turma makinash për mu parku aty. Mendoni ndonjëherë edhe për qytetarët. Pavarësisht kritikave, kjo pikë, por edhe pikët e tjera të ditës u miratuan me shumicë votash nga këshilltarët.